Partia Demokratike është drejtuar prokurorisë së posaçme SPAK me një kallëzim penal ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Goxha. Kallëzimi i depozituar nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi i akuzon dy zyrtarët për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe shkelje të barazisë në pjesëmarrje në tendera apo ankante publike lidhur me financimin prej 4.2 milionë eurosh për koncertin e reperit amerikan Kanye West në Tiranë. Sipas Partisë Demokratike, me aktin normativ të datës 6 korrik 2026, qeveria miratoi financimin e pjesëshëm të aktivitetit me 400 milion lek, ose rreth 4.2 milion euro nga fondi rezervi buxhetit të shtetit, me argumentin se koncerti kishte ndikim në promovimin e turizmit dhe imazhit të Shqipërisë. Në kallëzim, opozita pretendon se vetë relacioni shoqërues i aktit normativ pranon se legjislacioni në fuqi nuk parashikon bazë ligjore për financimin e një eventi të tillë në kushtet konkrete. Sipas Partisë Demokratike, fondi rezervi buxhetit mund të përdoret vetëm për shpenzime të paparashikuara dhe situata emergjente, si fatkeqësitë natyrore apo emergjenca civile, ndërsa koncerti ishte një aktivitet i planifikuar në kohë. Demokratët argumentojnë se duke financuar një operator privat përmes fondit rezerv, janë cënuar parimet e konkurrencës së lirë dhe barazisë së operatorëve ekonomik, pasi subjekteve të tjera nuk është dhënë e njëjtë mundësi për të përfituar mbështetje financiare për aktivitete të ngjashme. Në përfundim të kallëzimit, Partia Demokratike pretendon se veprimet e kryeministrit Rama dhe ministrit Goxha përmbushin element të veprës penale të shpërdorimit të detyrës, si dhe të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankante publike, dhe i kërkon SPAK-ut nisjen e hetimeve për këtë çështje.